Në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet e 25 qershorit, kandidatët Vilma Bello, Elona Hodaj dhe Saniela Xhaferi kanë zhvilluar një takim me banorë të zonës pranë ish hangarëve të aviacionit në qytetin e Florës. Pasi ka vlerësuar kandidaturat femra që janë përfshirë në listën e Partisë Socialiste, kryetari i kësaj force politike për Vlorën, Anduel Tahiraj, ka ftuar banorët të mos votojnë partitë e vogla, pasi kështu vota e tyre do të shkonte dëm. Juftoj të mos hedhim asnjë vot dëm në asnjë parti tjetër, sepse nuk ka vlerë. Partitë e tjera që LSI-a është në opozitë. Juftoj që në 25 qershor ju të votoni për të vajzat të shkëlqyera, për Vilmën, për Elonën, për Sanielën, që edhe këto të jenë fuqiplota aty në parlament dhe të ngrihen zërin për radhët tuaja. Juftoj që të votojnë Partinë Socialiste numrin 2. Kandidatja Vilma Bello ka garantuar banorët se do të jetë zëri i tyre në parlamentin e ardhshëm dhe do të angazhohet maksimalisht për zgjedhjet e problemeve me të cilët ata ndeshen. Duke përcjell zërin tuaj, do të angazhohemi maksimalisht që problemet tuaja do të zgjidhen. Kjo nuk lidhet thjesht me përfaqësimin tonë në listën e kandidatëve të Partisë Socialiste, por lidhet edhe me një ndjeshmëri tonë shumë të madhe për hir të statusit tonë si nëna, si gra, si vajza. Dhe si të tilla patjetër që kemi kënaqësinë, privilegjin, por edhe përgjegjësinë maksimale që kur të vim të shihemi prapë, se të jeni të sigurt që do takohemi prapë pas datës 25, edhe nuk do takohemi kështu në rrugë, por do të mblidhemi po kështu bashk, edhe më shumë akoma, për të thënë që jemi ne ata që mund të bëjmë. Dhe jemi të gjithë bashkë që duke besuar në votimin e numrit 2 të Partisë Socialiste do duam t'i bëjmë gjërat dhe do t'i bëjmë gjërat më mirë. Kandidatja Elona Hodaj u shpreh e bindur se tani më vlonjatët e kanë të qartë alternativën që do të zgjedhin në votimet e 25 qershorit. Jemi këtu sot për të na besuar votën, për të na besuar si ekip fitues i Partisë Socialiste, me në krye Edi Ramën. Ju them me plot bindje se fillimi ka qenë i mbar. Një fillim plot shpresë, datën 25 qershor të votoni numrin 2, të votoni njerëzit e punës, njerëzit e ligjit, njerëzit e shtetit. Ndërkohë kryetaria e Freshit Saniela Xhaferi, njëkohësisht kandidate për deputete, u shpreh se vota e qytetarëve është me rëndësi për vazhdimin e reformave shtetëndërtuese. Misioni ynë është që të bëjnë një shtet ligjor. E kemi nisur dhe kemi hedhur themelet e shëndosha të këtij shteti në këto 4 vite, por nuk është mjaftueshëm. Nuk është mjaftueshëm sepse ka shumë për të bërë. Ka shumë sepse reformat janë proces, reformat janë vazhdimsi.